fush. Është një lajm tragjik për ne dhe gjithë komunitetin sportiv, për ndarjen nga jeta të bashkëlojtarit ton Liridon Gubetini. Për ne është një humbje shumë e madhe. Ishte shumë mirë, një natë ma përpara kishim edhe në stërvitje së bashku me ekipën. Një person ka humbur jetën dje rreth orës 17:35 në fshatin Dobraja Madhe në komunën e Lipjanit. Këtë e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Bëhet fjalë për Liridon Gubetinin, 43 vjeçar, i cili ishte futbollist i klubit të futbollit të veteranëve nga Barajleva. Sipas raportimeve dhe njoftimit të klubit të tij, ai ka ndëruar jetë pas përkeqësimit të gjendjes gjatë një ndeshje futbollit. Sipas njoftimit të klubit të tij dhe dëshmitarëve në vendin e ngjarjes, ai pas pjesës së parë ka humbur ndjenjat dhe është rrëzuar në tokë. Djali i Axhës së të Ndjerit, njëkohësisht dhe bashkëkryetari i tij Ali Gubetini, ka rrëfyer se gjatë rrugës për në ndeshje dhe para fillimit të saj, atmosfera ishte e zakonshme dhe pa asnjë shenjë shqetësuese, ndërsa rrëzimi i tij në fushë ndodhi në mënyrë të menjëhershme, duke i lënë të gjithë të shokuar. Masi ka filluar loja dikon për afërsisht 1 minutë pa u kryer pjesa e parë, për moment veç e kemi pa rrëzu në fushë, kemi filluar kena vrapu të gjithë, edhe lojtar kundërshtar, edhe na kena mënuar me boç pa mundërm, po fati i tij ka qenë atë derisa atë. Ngjarja e rëndë kishte ndodhur pikërisht në këtë stadium ku dje pasdite po zhvillohej loja e kupës ndërmjet klubit të futbollit të veteranëve Barajleva me atë të Deçanit. Sipas policisë së Kosovës, vdekjen e tij e ka konstatuar emergjenca në vendin e ngjarjes, ndërkaq me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rasti është duke u hetuar. Nga ana tjetër, drejtori i FC Barajleva, Dorin Berisha, cilësoi këtë si një humbje të madhe për klubin dhe komunitetin sportiv, duke theksuar lidhjen e fortë që Gubetini kishte me ekipin dhe dashurinë e tij për futbollin. Jemi thellësisht prekur me rastin e dieshit që ka ndodhur në ndeshjen mes klubit të futbollit të veteranëve të Barajlevës dhe Deçanit. Është një lajm tragjik për ne dhe gjithë komunitetin sportiv, për ndarjen nga jeta të bashkëlojtarit ton Liridon Gubetini. Fatkeqësisht pas përfundimit të pjesës së parë, Ndjeri tashmë rapa ndjenja dhe në emër të klubit, në emër të veteranëve, në emër të gjithëve, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Gubetini për ndarjen nga jeta e Liridonit. Liridoni ishte thjesht një djalë që donte futbollin shumë, edhe ishte edhe në vitin 2000-2001 si pjesë e klubit të Barajlevës, por pas të rithëmelimit të veteranëve në ngushtin e vitit kalum, na u bashkan gjithë prap me atë dëshirën e madhe për futboll dhe për të vazhduar edhe një herë atë dashninë e futbollit. Mirë po, na vlen me kuptu që Liridoni ka qenë shumë i afërt me gjithë skuadrën e veteranëve, ka qenë i afërt me gjithë lojtarët, ka qenë i afërt me fëmijën, i ka shikuar edhe ndeshjet e fëmijëve kur kena pas ndeshjen kampionale. Për ne është një humbje shumë e madhe. Ishte shumë mirë, një natë ma përpara kishim edhe në stërvitje së bashku me ekipën. Ishte në stërvitje, çdo herë mas stërvitjeve dhe jemi mbledh sikur si shoqëni edhe si klub, si veteran kena pi kafe. Ishte edhe ai prezent. Çdo herë ka qenë njëri pozitiv, edhe çdo herë u kon i afërt me çdo lojtar. Sipas klubit të futbollit Barajleva, Liridoni ishte nga Obiliqi dhe ishte pjesë e këtij klubi që nga vitet 97-98 dhe më pas ishte pjesë e klubit të veteranëve që nga dita e rithëmelimit të tij.